Siç po shihet, kjo është përmendorja heroinës shqiptare, adhetare, kosovare, ferizajase. Per biografinë e kësaj heroine, Jetullah Arifi, një shok i jam, ai punon jashtë. Ai kur më ka pas treguar për këtë heroinë, tha kina pas një tubim. Edhe tha kur na kanë hitha milicia serbe në atë ambient, në atë lokal, tha me automata, tha edhe na kanë urdhnuar krejt me ushtrie për podje. Na kanë hitha ftyrës ta me shkelma. Edhe na i kanë nu prongat, na kanë rreje. Kur ja kanë nisa me dur të lidhna kjo, kur ja kanë nisa me maltretu me fjalë të dyta, i harrova thonë ato dhimt, Jetullah Arifi, kush ja ka një zonin. E ai sot asaj dite vuan me ato plaget, me ato do më thonë në burqet e Serbisë ka qenë. Ai thot, unë e harrova tha dhimt e mia, deri në Livanosi, tha, në kanë reje. Kër i kom një, tha, ty e ofendu me fjalë në dyta, tha, si shki, ma si shki, Jetullah Arifi. Kjo është, do më thonë, biografia e heroina Hyra Eminit, Ferizajt.